Se me sa dui ti ka qenë dhe ideja jote që të bëhet Nietzsche. Bashkëpunim. Do me thënë, gjithë gjëja nisi nga David Koveli, regjizori. Ishim duke u marrë me një film ndërkohë, me Davidin, që do të dali më vonë, do të thënë, këtë vit me se do dali, është një film thriller psikologjik, është goxha, ku di unë, është xhiruar në natyrë si film. Edhe relievi aty ku është xhiruar është goxha i rrezikshëm dhe nuk sugjerohesh që të xhirohesh aty ku ishim. Megjithatë, gjithë kësaj gjëje nisu që në film e lajme kështu. Po, e nisu. Po tani. Edhe duke u marrë me njëra nga pjesët që do xhirohesha unë, thot Davidi që ore, pse të bëjmë një serial. Edhe aty pastaj erdhi ideja, hajde bëjmë një serial. E nisëm si fillim fare një djalë i mirë, djalë i sjellshëm, djalë shembullor, një person që është një qytetar për Tiranën. Edhe thjesht përballet pastaj me të gjitha pistollëqet e Tiranës. Me sfida. Po, edhe domethënë refuzonin që të jetoj në atë realitet ku është. Pastaj tham, lere këtë djalin mirë fare, edhe merrni për një poca qifare, një ligësirë aty në Tiranë, që ke qef ta shikon gjithmonë, po s'do të rish afër me të. Që të gjithë e njohin një si ai. Po ose janë vetë, ose janë vetë. E kanë të gjithë, unë e kam vënë që të gjithë e kanë një lloj tipari të Nietzsche, se fundi fare njeriu është ky, nuk është dragua. Megjithse është tamam tipik nga ata çunat e viteve 90 besoj, 90 e pak, se ata kanë qenë kaq kështu të guximshëm. Se këta të sot pse këta të sot çka ka? Nuk e di, s'kan kaq guxim, sa s'ka Nietzsche. Po tani ke pra unë këtë po të them që ke plot se ndryshe s'do i nxirrin këto gjëra, e ke të lagja. Thjesht nuk e ke Tiranën te nga qendra e shumicës e kohës. Ndoshta janë shumë dukshëm, po, janë. Po nuk i shikon ti gjithmonë. Po varet, avash. Nëse ne ngelëm studio çfarë të shohim. Po kjo domethënë ideja e Kuqos, lindi që në fillim që të ishte edhe Kuq apo do li diçka gjatë? Domethënë, krijuam bazën, kuptimin për çfarë do flasim, për çfarë do shkruajmë, dhe tash mbas kësaj duhen dy kolona shumë të fuqishme që ta mbajnë këtë personazh. Nietzsche në Tiranë duhen dy kolona të fuqishme. Është Kuqja dhe Nika. Edhe menduam që gjithmonë duhet të ketë konflikt kur një vepër, duhet të ketë konflikt, do të merresh me diçka. Kuqo është një nga ata personazhe që mendoj i shkon anës së Nietzsches, po i hap dhe problemi kohësisht. Ndërsa Niko për shembull është gjithmonë konflikt me Nietzsche. Edhe kjo po sepse mentalitetet që kanë, mënyra se si ata zgjedhin ta jetojnë jetën e tyre janë komplet të ndryshme. Edhe kjo do sjelli larmishmëri, do sjelli situata, do sjelli ide të reja për të shkruar episode të reja. Dhe këtë mendojmë që fillon me personazhet e kolonave të Nietzsches, mendoj. Kuptoj. Nëse gjithsesi unë se më vjen ta them pas çdo fjali. Po jo, po verant, se shikoj, disa siklet kam unë për shembull që të flas tani për Nietzsche prapë, se ti po më thua tani fol dhe unë flas tani si është bërë kjo puna. Unë ndihem kështu tani. Mirë është, nuk kemi vojtur asnjëherë, nuk kemi pasur asnjëherë art block, nuk kemi qenë 2 javë, mendojmë se si ta shkruajmë javës gjën në episodin tjetër. Jo, do kemi llafë të mira gjasme. Po. Jo, do të thënë këtë që pas çdo fjale që thua më vjen të them atë që do të sukses, nuk e di, më pëlqen shumë, më pëlqen. E vlerësoj. Faleminderit. Më bën qefi që të pëlqen, në fakt. Kemi marrë goxha feedback të këndshëm edhe pozitiv.